kur bën zapping, ndalon tek kanali RTS1 HD? Jo. Pse? Jo, sepse kjo është gjëja më e tmerrshme për një profesionist kur ke punuar për 17 vjet në një institucion edhe nuk t'jep satisfaksionin dhe kënaqësinë që ta shikosh. Kur dëgjon këto lajmet që RTS në krizë, RTS nuk ka para, çfarë mendon, çfarë komenti ke? Para vitit 2017 ke pas dëgjuar shkrime e gjëra të tilla? Unë nuk kam dëgjuar për vetë. Nuk flitet fjala korrupsioni, kurse tani flitet kjo domethënë, sepse në atë institucion nuk vlerësohen taftët. Mua më dukesh si drejtori i përjetshëm i RTS-s. Ja kam lënë pasardhësit arkën me 6 milion euro plus, që i thonë suficit në gjuhën financiare dhe të gatshme kesh, domethënë, për të menaxhuar, për t'i përdorur për çfarë do lloj gjëje. Është një institucion shumë i vështirë, por është lehtësisht i menaxhueshëm nëse je i drejtë, nuk vjedh, je njeri social dhe bashkëpunëtor me gjithë stafin. Të tjerat të gjitha rregullohen. Nga ana tjetër, ndryshimet në radio televizion janë pjesë e mangësisë që ka administrata e Dramës, po edhe e opozitës e kuvendit, duke sjell njerëz që nuk janë të aftë të bëjnë një punë të tillë. Tani, imagjino mu, sot ke në RTS janë të preferuar e këtyre, ata që pushtuan RTS-n, po nuk jam unë. Edhe këtu unë i ve pikë RTS-s.